Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sikur në jeni bërë me dije, nga një interviste pronarit të televizionit të MCN-TV Endri Meksi, ai ka deklaruar dhe pretendon se është kërcënuar 2 herë në ambientet e televizionit, brenda bileherën e parë, fare brenda ambienteve të televizionit. Dhe për këtë ka denoncuar në policinë e shtetit. Mbrëmjen e sotme, ne sigurisht që nuk do të bëjmë një emision për të qarë, siç ndodh zakonisht nëpër media, që vënë në kujen e të gjithë, ku pronarët kanë probleme. Por ne do t'i bëjmë thirrje sot policisë së shtetit dhe prokurorisë që ta jetojë me prioritet të ngjarjes, sepse është brenda dyerve, brenda kornizimit të televizionit dhe ta shkojmë me prioritet këto pretendime shumë serioze dhe tronditse që zoti Meksi ka ngritur. Si për të bërë dhe një shaka, unë e kam thënë shpesh tani që të mbledh mendjen, po ndoshta i thret tani mendjes. Tani për shkak të kësaj ngjarje të ikim nga batuta dhe nga humori, në MCN-TV ka një situatë gjithsesi, pavarësisht nga përpjekja që bëjmë për të bërë një farë humori, ka një situatë terrori, nëse njerëzit vinë brenda me makina, me pushkë, me armatime, pra ka një situatë terrori. Sa po mbrin këtu, shfaqen edhe njerëz të friksuar dhe thonë duan të vrasin me Endri Meksin, këtu edhe jashtë, bien telefonat vazhdimisht e gjithë. Po në popullatën tonë, si çdo zakonisht, ka edhe të tjerë që thonë që Meksi e bën vetë këtë. Ndaj prokuroria, Meksi ka vajtur dhe ka kërkuar nga autoritetet të zgjidhet dhe të shihet urgjent ky problem. Pra, për këto arsye, për gjitha këto që përmendëm dhe sidomos për faktin që kemi të bëjmë me një media, duhet që autoritetet të ndryjnë menjëherë, sepse është bërë e vështirë edhe puna e të gjithë. Të gjithë ne që punojmë në këtë media. Dhe pra, autoritetet kanë detyrimin e plotë që të jetojnë plotësisht dhe të zbardhin ngjarjen. Ne bëjmë thirrje dhe urojmë që kjo ngjarje të zbardhet një sekondë më parë. Tani kalojmë te emisioni. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për 2 çështje. Së pari do të flasim për zgjedhjen e drejtorit të ri të policisë shtetit, Skënder Hita, dhe problematikat, gjendjen ku është tani policia, dhe ç'mund të bëj ky, po shkurt do t'i kemi këto, ky drejtori i ri që ka ardhur dhe kush është ky mbi të gjitha? Kush është drejtori Hita? Do të flasim më pas dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit dhe drejtuesi i saj me 7 mandate. Mandate të gjata dhe besoj vazhdojnë mandatet, domethënë tërë në jetën në botën ku jemi këtu, po dhe në botën tjetër, domethënë kur të jemi dhe në botën tjetër do vazhdojnë mandatet dhe ne do të ndahen dhe biletat aty në botën tjetër, ka dhe nuk e di më ka bileta në botën tjetër se nuk është kthyer njëri këteja, po edhe aty besoj do shiten bileta të gjitha, do ketë vendeshje, do ketë futboll dhe Shqipëria do ketë edhe aty kombëtare. Ne do flasim tani në mënyrë të hapur fare për mbretin e pashpallur të futbollit shqiptar, për gjendjen e të gjitha, por dhe për mbretin e pashpallur të futbollit shqiptar, Armando Dukën. Në studio unë kam Artan Hoxhën, gazetar, njohur, faleminderit shumë. Të tërtën, zoti Andi Tela, njëkohësisht, faleminderit shumë. Në lidhje direkte unë do të kem Dritan Shako Hoxhën, ai do ishte në studio, por tani ai nuk është, sepse ka ikur në Kosovë të shkojë ndeshjen tjetër, se është kualifikuar Kosova. Se kanë bërë akoma shtetin ata, nuk është njohur e gjitha, por është kualifikuar. Nuk kanë as kryetar mbrete, kështu, por kualifikimin e kanë. Do të kemi dhe Eduard Dervishi, një njohur, sigurisht gjithësisht në Shqipëri, një ekspert shumë i njohur, ish sekretar i Federatës Shqiptare të Futbollit, njeri i konsideruar dhe serios, i cili do të jetë një lidhje, po nga, besoj nga Spanja, nga Barcelona. Tani të nisim me kush është drejtori i ri i policisë shtetit. Emrat që përmenda unë t'i kenë kujdes se ky Shako është njëri pa kujdesshëm, Regjia përpiqet dhe bën një lidhje me të se ikën haron llafos në një vend dhe ri me popullatën shumë, nga që ri shumë me popullatën, ai ri dhe futet në kafene dhe nuk e gjen dot. Përpiquni që ta futnin në lidhje
Sa të mbarojmë me drejtorin e policisë. Mbani frymën njerëz. Ai frymën Shako, thotë. Frymën Shako. Pra, kalojmë ke kush është drejtori i ri i policisë së shtetit, zoti Hoxha. Është zgjedhur si sham drejtori i ri i policisë së shtetit të Skënderita. Si u zgjoft? Ktu ka gjithmonë thashë theme, sa këtoj filania ka qenë në Fier në punë, ka qenë në Shkodër, ka qenë. Po diku ka qenë ai se s'ka. Diku ka qenë në punë sepse ka shumë punë. Sa vjet ka ky? Nga rruga ti nuk e fut dot në sistem. Direkt në sistem nuk futet. Nuk futet më. Diku ka qenë. Kështu që ai diku ka qenë dhe nëse ka qenë diku, ka hyrë, ka bërë kontakte dhe pastaj kontaktet ndahen nëse janë ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta po, ndoshta jo. Ata e merr përpara Rufeja. Megjithatë, mund të thonë policia e shtetit e zgjodhi drejtorin e ri dhe do ketë drejtorin e ri. Unë ta kam thënë dhe kur zgjedh drejtori i parë Ilir Prota, këtu kemi qenë. Të kam thënë që është ekskluzivitet i kryeministrit. Është kryeministri njeriu që e vendos drejtorin e përgjithshëm policisë, sepse kryeministri ka përgjegjësinë politike, ka mandatin politik, por më tepër një kryeminist ka që forca është ky Joni, që patjetër ai do ta zgjidhë, sepse është njeriu që do ketë punë direkte me të. Por më tepër kur zgjedhja e zotit Hida është bërë në momentin kur ne kemi fushatën zgjedhore përpara dhe policia është shumë e rëndësishme në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Ky është, Është shumë ky është. Në rastin konkret, gjë e parë njëherë ju urojmë detyrën që ka marrë. Patjetër. Është një oficer karriere. Brenda emrave që u përfshin në garë, emri Skënder Hidës ka qenë i përfolur pa filluar gara që ky mund të ishte drejtori i ri i ardhshëm i shtetit. Pra, por i pa përfolur dëgjova unë me krimin me këto. Ishte një emër i evidentuar përpara që ky mund të jetë drejtori i ri. Në Shqipëri nuk ka asnjë emër pa implikuar me krimin. Harroje, nuk ekziston. Me këtë lloj politike që kemi ne dhe skeme që kemi ne, mënyra se si veprohet tu, niveli konspiracioni dhe intrige, harrohet që do gjesh një njeri që të jetë i pa përfolur. Por në rastin konkret, mes shumë emrave, sepse ligji ka dhe i gjë, ka të përcaktuar qartë, ti je i detyruar të zgjedhësh midis një grupi personash që nuk ka shans që ata të mos i kesh kapur diku. Pra kur ndodhi dhe me Gledis Nanën, që erdhi nga antiterrori, që s'kishte punë këtu brenda vendit, me vetëm me jashtë, pra dhe Gledis Nanën munduan t'ja vinin një vejg. Jo më në rastin konkret. Gjithsesi, drejtori i ri përveç se i urojmë detyrën, është një sfidë, ka zgjedhje lokale përpara, ka një situatë e cila e çik problematike. Unë para se të bëj zgjedhje e tij, kam kërkuar vetëm për shkak të reagimeve të raporteve që ka patur Spaku gjatë viteve të fundit, që tek elementët ku do të përcaktohej se cili nga kandidatët ishte më i përshtatshëm, duhet të merr dhe një raport nga Prokuroria e Posaçme, meqense Prokuroria e Posaçme është institucioni që ka evidentuar më tepër policinë e shtetit gjatë viteve fundit si një institucion që ka probleme me korrupsionin, me implikimin me krimin organizuar, me dekonspirimet e aksioneve, dhe ideja ishte që drejtori i ri do të jetë bashkëpunëtori kryesor i Spakut. Dhe nëse Spaku nuk ka besim te drejtori i policisë, dhe nëse Spaku ka letra, ka të dhëna të cilat mund të jenë në hetime sipër në aktivitetin që kryen Spaku, atëherë kjo gjë duhet bënte evidente që të mos ndodhej para faktit kryer, që mund vendoset drejtor i përgjithshëm i policisë një person i cili ndoshta dhe rastësisht mund të ishte në hetimet e Spakut dhe ta krijonte këtë problematikën tjetër. Pra që Spaku më njëherë të reagonte dhe të kërkonte pastaj marrjen nën hetim të drejtorit përgjithshëm policisë. Prandaj kërkova që dy element shtesë përveç asaj që ishin si kritere, kërkova Spakun një që të filtronte dosjet e veta, informacionet e veta, dhe dy, a ka qenë në listën e kanabizimit famshëm në vitin 2016. Pra ka qenë në atë listën çfarë rezultonte? Nuk e di a e kanë bërë këto, me thënë të drejton, por unë dhash si opinion timi që këto dy kritere shumë të rëndësishme. Duhet të jenë që të jetë një kandidatur i cili të mos e para të reflektoj besim. Thashtë se Spaku është struktura kryesore sot, që punon edhe që raporton edhe për policinë e shtetit, dhe së dytit mos jetë një figurë i përfshirë tek kanabizimi i famshëm, sepse ajo do ta pengojë dhe ato në të ardhmen të përmbushit detyrën dhe për të qenë sa më korrekt. Tani tek kjo pjesa dhe akuzat që i rëndom në Shqipëri, që këta e ka zgjedhur
grupi i Durrësit, grupi i Elbasanit, ku diun, Balluku, Spiropali, se po i them për kështu këto, apo Tauramballa, unë këto pjesët nuk është se i besoj shumë, sepse e di që në këtë vend njeriu që e ka vulën atje është Edi Rama. Dhe për mua është përgjegjësi kryesor, është ekskluziviteti i tij, është dhe përgjegjësi kryesor. E vetmja gjë që kam unë me Ramën në këtë rast me kryeministin është që kur nuk i del mirë drejtori ta marrë përsipër, thotë për gabim. Po këtë se bën as Silvinjo te kombëtarja, kështu që s'ka pse ta bëj ky. Se bën askush. Askush nuk e bën, nuk e pranon gabimin. Tani me fjalë pak të edhe pak të them vetëm për karrierën e tij. Për karrierën. Pra është i oficer. Ku sheshtë në mënyrë sa më sintetike, ku sheshtë Skënder Hita. Çfarë detyrash ka mbajtur më parë? Është një oficer karriere, i cili ka një formim, në formimin në bazë të tij ka dhe fakultetin juridik, ka kryer punë, e ka nisur si thonë nga gaveta, nga punët, nga inspektor, dhe i ka marrë me radhë detyrat e tjera. Ka punuar shumë në policinë kriminale, pra ka gjë që e avantazhon për të qenë drejtues, sepse di se çfarë problemesh ka baza poshtë dhe se si operohet për të luftuar krimin, dhe ai di pak a shumë edhe cilat janë dizavantazhet dhe cilat janë favoret që ka policia. Pastaj në nivele më të larta ai ka patur detyrën e drejtorit të qarkut të Shkodrës, që është një qark shumë i vështirë. Pastaj ka patur detyrën e drejtorit të qarkut të Durrësit, që është po ashtu qarku tjetër i vështirë në vend. Dhe detyra e fundit që ai ka patur, duke mbuluar edhe zgjedhjet e fundit, se prandaj bëhet kjo përfshirja me zonjën Balluku, ai mbulonte qarkun e Fierit. Pra, ai ka ardhur si drejtor, pasi ka shërbyer së fundin qarkun e Fierit, i cili po ashtu është një qark shumë specifik, me shumë problematika. Kjo është, si dhe më këto janë detyrat kryesore që ai ka kryer. E vetmja gjë që do të kërkoja, domethënë nëse unë do ta kisha në dorë, po se kam unë dorë atë punë, është që unë mendoj që drejtori i përgjithshëm i policisë, meqense në këtë vend asnjëri nuk ka arritur dot ta përmbushë mandatin të plot, pra nga A-ja te Z-ja, asnjë drejtor nuk e ka mbaruar mandatin, duhet të jetë një oficer karriere minimalisht mbi moshën 50 vjeç. Sepse do ta ketë detyrën e fundit. Pra ai duhet punojë aty dhe ta ketë të fiksuar, po mbaron dhe ikën. Se ne i kemi drejtorat, i shkarkojmë dhe pastaj i çojmë te Akademia e Sigurisë. I çojmë aty. Dhe kjo gjë ofron pasiguri tek ata në vendimarrje. Dhe kjo gjë ndikon që ata të jenë të varur nga politika. Që ai të jetë sa më pak i varur nga politika, si pavarur, e ke thënë ti, s'ka gjë që tu është e pavarur, diku është varur, pra është varur, s'ka. Thjesht varet, domethënë nga ai shikon dot se ku varet apo jo. Në rastin konkret, zoti Hita është ofruar si një kandidaturë, mes tyre që ishin aty më mira, thash kryeministri është ai që ka, për mua, e ka vendosur të punë. Dhe kryeministri është njeriu që ja ka varur këmborën dhe do t'ja tundi këmborën atij. Aty do duket. Ideja, fakti që nuk është një oficer thash me moshë të madhe, thash do ta dëshiroja këtë gjë se shikoj edhe vendet partnere se operojnë, nuk është avantazhuese për drejtorin e policisë, por duke patur parasysh historikun e Ramës me drejtorët e mëparshëm. Por Rama nuk ka lënë asnjërin që të mbarojë mandatin, asnjërin. Sa më shumë kohë shkurtohet tani. Po këta që bëjnë mandate shumë vetë, mandatet pa numër, ta nuk mund të lënë mandatet e tjetrit. Po patjetër. Sepse ata marrin nga mandatet e këtyre që është zgjatin mandatet e veta. Edhe ka përshtypjen që çdo drejtor që është larguar, i kanë atashuar dhe ngjarjet që kanë ndodhur në vend dhe interesat kriminale në vend, e ka thënë shiko, e hoqëm këtë se ky ishte i lidhur me atë grupin. Po them kotu me grupin e Durrësit. Hoxha tha një gjë që jo se ma dogji pyetjen, e kisha dhe në skalet unë pyetjen, por tha një gjë që gjëja më e rëndësishme do ishte raporti që do të krijonte Spaku, duhet patë Spaku kjo gjë, sepse ka qenë tela një raport se Spaku shpesh është përpjekur, ka ndodhur rëndom që të evitoj policinë kur ka aksione. Për dyshimet që ka patur që dekonspiroshin këto aksione. Dhe Hoxha e tha qëllimisht të gjë, fare shkurt. Me ish drejtorin e mëparshëm ka pasur probleme Spaku realisht edhe i ka deklaruar problemet, mungesën e denoncimeve dhe dekonspirimin e operacioneve të tjera. Drejtori në fjalë, pavarësisht se emri i tij qarkullonte rëndshëm që do zgjidhej si drejtor, është oficer karriere. Një oficer bën karrierë në polici, o fal aftësive të veta, o fal ndikimit që mund të ketë krimi bashkë me politikën. Këto janë dy mënyrat se si mund të bësh.
karrierë. Që sot, që nga dita që është emëruar, ai u paragjykua direkt nga opozita. Pra opozita sot, lideri i saj, bashkë me deputetë të tjerë, thanë, ky e ka emrin Skënder Balluku. Ja vun emrin me idenë që ka qenë drejtor në Fier, do përzgjedhej. Kështu që ky e ka një vullë mbrapa. Një oficer karriere tani duhet luftoj për të hequr këtë vullën që i kanë vënë. Pra ky duhet të demonstroj që ai ka qenë në disa qytete duhet të demonstroj që është realisht oficer karriere dhe kërkon të bëj karrierë në policinë e shtetit. Ne nuk duhet të pengojmë askënd që kanë ndjekur nga oficeri thjesht, nga polici thjesht, deri në majën e karrierës policisë. Mund të jetë egoja dhe dëshira e tij për të treguar se çfarë është gjendje të bëjë. Një drejtor policie mund të jetë një burokrat zyre apo mund të jetë një reaksionit. Mund të imponojë te varësit e tij apo te grupi që do ndërtojë mënyrën se si do drejtojë policinë. Por dy janë pikat ku ai duhet të demonstrojë integritet. Lufta me krimin organizuar dhe trafiqet që kanë ndikim të dukshëm në policinë e shtetit dhe përballja me politikën. Protesta e radhës e opozitës është në 17 prill. Do shohim se si do sillet policia të ditë. Pra kjo është pika e parë për të parë mënyrën se si do orientoj Skënder Hita. Por ka dhe mënyra të tjera, Tela, si sektorët fare shkurt dhe sinetike, si thash, sektorët kryesor të krimit, ku policia është implekse dhe bashkëpunon ngushtë me krimin, që duhet t'jap shembullin ky. Cilët janë hoxha? Thuhet ti thotë dhe Tela. Se kjo e opozitës, okej, po doktori tani do dalë dëndurisht aty që del në rrugët e Tiranës. Por sfida e parë mendoj unë është pikërisht kjo. Policia ka qenë akuzuar e kapur me këtë. Për mos sfida e parë që ka ai është mënyra se si ai do ndërtojë marrëdhëniet me SPAK. Kjo është sfida kryesore që ka ai. Për shkak sepse të gjitha problemet që kanë parë kohët e fundit që kanë policisë kanë ardhur pikërisht nga mungesa një bashkëpunimi të mirë me SPAK. Dhe policia ka pasur përgjegjësitë vetëm sepse SPAK-u shqetësimet e veta i bën publike. Ose vetë, ose me proksi. Policia nuk flet. Dhe policia duhet të dalë dhe të thotë dhe të kuptojë qartë se kush e ka defektin dhe pse nuk funksionon marrëdhënia mes tyre. Por, problemi tjetër që do ketë drejtori i ri i policisë dhe sfida tjetër ku do duket qëndrimi i tij, janë dy element shumë problematik sot për policinë e shtetit. Janë lojët e fatit, që janë një industri gjigande që gjeneron 100 miliona euro, dhe nuk funksionon ilegale. Është shumë mënyra si do sillet me ta, sepse organizimi i kësaj industrie është bërë direkt me botën e krimit sot. Dhe duke i lënë ilegale, ti ja ke lënë krimit dhe krimi nda me policinë paratë. Shumë drejt. Një, dhe dyta janë call centrat, të cilët po ashtu gjenerojnë sasi të mëdha parash dhe nuk funksionojnë dot pa policinë. Të gjitha aksionet e fundit që janë bërë ndaj call centrave janë bërë nga policitë e vendeve partnere. Pastaj ajo pjesa tjetër që është një strategji më e madhe, lufta kundër organizatave kriminale, krimit organizuar, por kjo është një gjë që nuk bëhet as me javë dhe as me muaj. Ajo kërkon kohë, por qasja do duket në këto veprimet e para. Ai ka një moment të keq që nuk avantazhon, është fakti që ka një fushat elektorale shumë shpejt përpara dhe policia vjet vazhdimisht në qendër të sulmeve dhe të vëmendjes. Por që realizoi Tela si shto të gjitha këto, të shtojmë në një element tjetër veç s'ke pretend ti, thuhet shpesh që kemi një polici të kriminalizuar, ai duhet luftojë brenda një herë. Pastaj të dalë jashtë. Duke qenë oficer karriere, ai e din shumë mirë se si funksionon policia dhe cilat janë problemet e policisë. Ai njeh dhe të gjithë drejtuesit e tjerë të policisë. Ai di shumë mirë kush janë drejtuesit e policisë në përrethë, në përkomisariate, di gjithë strukturën e policisë. Kështu që sfida e tij kjo është si me kë njerëz do punoj dhe çfarë do i tregoj publikut në raport me atë që ka marrë përsipër përpara kryeministrit, raporti i tij është me kryeministrin. E fundit që do të thosha këtu, Ylli, është fakti që tash ne kemi shumë qef të pjesën që e implikojmë me këtë grupin me ata grupin. Sigurisht kjo do të është një sfidë direkt për atë, për hidën. Por, çdo organizatë kriminale në vend do të kishte qef ta emëronte ajo drejtorin e përgjithshëm. Policisë, sigurisht. Është ëndra e tyre. Minimumi ata kërkojnë që të vjetë dikush me cilin ata kanë një pikë kontakti. Por në të gjitha rastet, ta kam thënë dhe herë tjera kur zgjedhur drejtorët e tjerë, këtu organizata më e fortë dhe bosi më i fortë është kryeministri i vendit dhe qeveria. Dhe është ai që vendos. Pastaj është një politikë që buron nga lart e cila të lejon që ti të operosh, siç përmenda unë industrinë e lojëve të fatit për shembull, në qoftë se parlamenti ka miratuar një ligj dhe ligji nuk vjet në zbatim,
atëherë policia aty nuk ka nga shkon. Po shikoj një lajm të fundit Pardje Ylli, është edhe qesharake, jepe me titra si lajme madh, si ishte ditë pushimi dhe nuk ishte lajme. Operacion thoshte në Bulqiz, ishte kapur kamarieri dhe banakieri, që ata janë heronj që rrin kamarier, imagjino kamarier në Bulqiz, sepse thoshte kanë organizuar lojra fati në mënyrë të palishme. Pra policia duhet së pari, ky duhet ta shkon, ta vendosin në themele, duke qenë se e njeh atë nga brenda, tash nuk bëhet brenda ditës, dhe gjëja tjetër është të mundohet të ketë sa më pak implikime me politikën. Po u fut aty... O do ngeli peng i statistikës dhe i propagandës, si që ka kjo qeveri për pjesë, ose do bjerë në duke me veprime konkrete dhe mbi të gjitha me zbulueshmërinë dhe themi me një lloj ortakrie me Spakun për të kapur, për të gjetur të gjithë elementet kriminal që janë shpallur në kërkim nga Spaku dhe policia nuk ka arritur dot t'i arrestojë. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse ne t'i urojmë të tre bashkë në provësh e përgjithshëm policisë shtetit, zotin Skënder Hita, për sukses në punë. Me këmë të mbarë dhe inshallah e mbaron mandatin. Dhe inshallah e mbaron mandatin dhe të ketë suksese në punën e tij. E urojmë mandatet të mbarojnë ministrat, këtë gjë. Inshallah. Tani, në fakt mandatin mire thatë ju nuk e mbaron askush këtu. Po bëjnë një llogari unë se po kalojmë te pjesa tjetër, futbolli shqiptar në mbretin Duka. Shko sa interesante, është po bëjnë një llogari unë, po bisedoja me kolegë të tjerë dhe ekspertë, dhe ata po më shpjegonin një gjë shumë interesante. Në 24 vjet, 12 trajner Shqipëria. E si mund bëhet një ekip kombëtar, tha, kur ti i merr i ve aty dhe ri 2 vjet ai dhe ikën me vrap. Të gjithë vinë dhe ikin, dhe ekipi kombëtar tani si do bëhet? Kur ri vetëm kaq kohë, 24 vjet, 12 trajner. Një pjesë të tyre ne do t'i fokusojmë aty për t'i parë dhe për të thënë në një mendim, por të nderuar televizikues, bisedën do ta nisim nga ky pozicion se ne nuk jemi për të thënë gjithçka. Unë jam një amator, goxha amator i futbollit, ndjek atë, kam ndjekur që fëmijë, kam ndjekur pastaj, edhe me mundësitë që kam patur me ekipin që kam qenë dhe jam tifoz me Interin, kam qenë unë fatkeqësisht tani se gjendjen që ka. Kur kam patur mundësitë dhe kam për titull kampionin ato çek. Eventet më të rëndësishme në Champions League dhe këtij kohë arte Mourinho se gjitha këto vraponim kur kishim mundësinë. Dhe e njoh si një amator. Dhe ne të ftuarit e mi këtu, përveç siç e thash, ish sekretari i Federatës Eduard Dervishi, që është një ekspert i njohur dhe punon për Federatën Spanjolle, edhe Dritan Çakoxha, që është një ekspert i futbollit. Ne të tjerët jemi amator, do ta quajmë veten amator, po të përpiqemi të themi një gjë, jo thjesht si ekspert, po për ta parë në mënyrë politike. Politike, nuk themi si politika e partive, kupton? Politike është si drejtohet, si bëhet, si ndërtohet, si se ndërtohet kjo gjë, si shber. Pra, dhe tani unë duke qenë një amator pash një gjë shumë të tmerrshme. Amatori kur konstaton që trajneri është një mediokër, i mbaruar dhe pas një vlerë, kjo është një gjë e tmerrshme. S'ka gjë më të tmerrshme se kjo. Dhe unë kam konstatuar një gjë kaq të tmerrshme. S'ka gjë më të tmerrshme se të konstatoj njerëz amatorë që trajneri i ekipit kombëtar është një super mediokër. Një njeri që nuk është se ka patur vlera. Njeri i mirë shumë, zotni, popullata e do shumë, e ka dashur shumë fillim këtu, popullata jon, por kaq. Tani ndeshja e sejntes të prezantojmë tani dy zoti Shako Hoxha, mirëmbrëma. Faleminderit. Mirëmbrëma. Zoti Dervishi, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Edhe ju faleminderit shumë që do të thoni, do ndihmoni ne për të thënë pyetje që do të kenë vlerë dhe përgjigjet sigurisht. Pa ndonjë ngacmim kështu për punë emrash i përdorim dhe ne këtu, se ne me këtë punë merremi, gazetarë jemi, edhe që themi dhe që mendojmë dhe s'kemi ndonjë përgjegjësi të madhe, po ti ke dhe etikën e gjërat vendi ku punon e gjitha, sa ta lejon, por unë besoj që ju do të komunikoni me ne gjëra shumë të rëndësishme. Tani, ndeshja të Intjes, nga kjo morëm shkas për këtë emision. Në Intjes kaluar për fazën e play-offit, në kampionatin botëror, rezultoi totalisht zhgënjyese për Shqipërinë. Sa e rëndësishme është kjo ndeshje për futbollin shqiptar. Dhe
Profesor, mund të thoni tani si në fillim ju, sa mund të thoni për kësi gjë? Pak fjalë, dhe pastaj Hoxha, dhe pastaj unë kaloj këtu në studio për këtë pyetje. Për sa i përket ndeshjes, unë nuk e kam parë ndeshjen, po gjithmonë kam dëshirë, po qëllojnë lëvizjet dhe ndeshjet tona këtu. Por gjithmonë shikoj një përmbledhje goxha të gjerë. Ajo ishte një ndeshje dinjitoze për Shqipërinë, për ekipin shqiptar. Një ndeshje pothuajse e barabartë, që në fillim në fund u vendos nga dy yje të momentit, siç është lojtari i Interit dhe ai i mjaft i njohur siç është Lewandowski. Në fund, si zakonisht në futboll... Ja, profesor, vetëm një sekondë, shiko sa interesant është, se unë e pash 20 erat golin. Dhe sa e shikoj atë gol, më kujtoj një taksist në Romë, që ishte tifoz i çmendur i Lazios, dhe më thosh mua, kur më silte në aeroport, ky portier nuk di të dalë fare. Dhe ai nuk lëviz nga porta shqiptare, është vendosur, më tjetë ai aty. Dhe ai lëvizi duart në mënyrë shumë çuditshme, u ngrit Lewandowski, bëri çfarë deshi aty e gjithë. Falafcive ti e gjitha, ha? Po lidh se ta kuptoj publiku. Me faktin që Strakosha ka qenë portier i Lazios, është formuar atje, ka qenuar për kohë të gjatë. Gjitha, po, i Lazios. Prandaj thoshte taksixiu. Taksixiu ai nuk e njeh tifoz i Lazios, se thash, i çmendur i Lazios dhe thoshte ai do ik nga këtu se nuk del fare. Pra trajneri këto gjëra ka ore. Kush është portieri, kush është ky, kush është ky? Okej jemi. Ndeshja është një ndeshje dinjitoze. Shqipëria ka bërë ndeshje dinjitoze, jo vetëm këtë. Mirë po unë ylli dua ta ndaj pak analizën si tifoz dhe analizën si specialist, se jam specialist futbolli, kam 20 vjet që për këtë arsye unë të kam punoj. Dhe mendoj që ky nuk është një ekip kombëtar. Për mua është një ekip Shqipëria thua ti nuk është, profesor, nuk është një ekip kombëtar. Nuk është kombëtare, sepse kombëtarja është e lidhur me trashëgimin që një ekip ka në kombin e vet. Çfarë përfaqëson nga futbolli shqiptar? Dhe unë mendoj që kjo nga futbolli shqiptar nuk përfaqëson asgjë, por nuk e heq të drejtën të jetë një ekip përfaqësues i cili kënaq tifozët, siç kënaq dhe djalin tim të madh, që është tifoz i madh i këtij ekipi. Por unë do të kujtoj në vitin 2 vjet më parë, kur luajtëm në kampionatin evropian, dhe Shqipëria qelloi të ishte në një grup me Spanjën, një gazetar spanjoll i bën një intervistë një trajneri italian të Shqipërisë, nuk e di kush është. Dhe ai tregon me fjalë me mburrje që ka ndërtuar një algoritëm me ndihmën e inteligjencës artificiale, në të cilët po kërkojnë rreth 10 milion familje shqiptare me origjinë shqiptare që kanë emigruar, dhe po kërkojnë futbollista prej cilëve kanë identuar 800 futbollistë, 48 liga të ndryshme, dhe thotë që është interesante se në dhomën e zhveshjes dëgjohen deri në 7 gjuhë. Ajo që më shumë më tërhoqi vëmendjen ishte një pjesë e intervistës trajnerit aktual, i cili thoshte në fakt nuk është mirë që ne të vemi dhe t'i kërkojmë këta futbollistë. Futbollistët duhet të vinë këtu. E tjera. Tashti ne hymë në kampionat evropian. Kur një ekip hymë në kampionat evropian, më mbrapa, po flas për specialistët dhe për gazetarët e specializuar, duhet bëni analizë kush janë vlerat e këtij ekipi. Ku e përfaqëson ekip futbollin shqiptar? Sepse një kombëtare, kur themi kombëtare, duhet jetë e lidhur me futbollin shqiptar. Zakonisht kur një ekip arrin një sukses apo një kombëtare, ju do shikoni që ka mbritur ose pse ka ardhur një brez i talentuar nga ekipet e moshave, siç ndodhi në 1984 në Shqipëri, ose një gjenerat e një skuadre, siç mund të ndodhi që 17 nëndori apo flamurtari mund të prodhojnë, më fal që do përdor fjalën prodhojnë, një brezat të talentuar dhe nga ky ekip mund të marrësh 6 apo 8 futbollista që të përbëjnë bazën e ekipit, ose kur ka futbollistë shqiptar të cilët janë stërvitur të rinj në Shqipëri, luajnë jashtë vendit dhe krijojnë një përzierje me këta talent që kanë lindur jashtë shtetit, siç është rasti i Shqipërisë.
Por në rastin ton, mua më preokupon fakti që specialistët nuk flasin, ishtë futbolistat shkëlqyer nuk flasin, afrohet dita e kombëtares dhe flasin për rezultatet e shkëlqyera, por nuk e dim çfarë lidhje ka kjo kombëtare me futbollin shqiptar. Sa i kemi shërbyer futbollit shqiptar. Detyra e atyre që drejtojnë sportin në Shqipëri dhe futbollin nuk janë ekipet përfaqësuese. Në radhë të parë janë skuadrat e fëmijëve dhe të rinjve. Pra, sistemi ynë është të zero, profesor, në këtë plan? Po është shumë e rëndësishme sistemi. Nëse ne nuk fillojmë nga sistemi, atëherë rezultatet janë të përkohshme o janë të tilla që ne kërkojmë 800 futbollistë në përbot, por nuk të Si që futi në shkretirë, ne kemi marrë pishtarin dhe kërkojmë... Atëre ne çfarë kemi bërë? Që këtë mund ta bëj kushdo nga ne. Kemi zgjedhur një trajner të huaj, kemi 24 vjet, kemi 24 vjet 12 trajner, profesor, a? Po kemi trajner të huaj, 12 trajner nga të cilët 10 huaj. Kemi trajner të huaj, zvendësin e huaj, përgatitorin fizik të huaj, doktorin të huaj, drejtorin teknik të huaj, trajnerin e të rinjve të huaj, të gjithë futbollistët janë të huaj me prindër shqiptar. Atëherë fitojmë këtë ndeshje, paraqitemi mirë dhe një pjesë e gazetarisë dhe politika flasin për sukseset të futbollit shqiptar. Unë nuk shikoj sukses të futbollit shqiptar. Unë ndoshta ke pritur një diskutim tjetër nga mua, po nuk duhet... Unë kam thirrur duke qenë një zë i vërtetë, një zë shumë i vërtetë. Nuk duhet të hyj, unë si specialist nuk mund të hyj, tash dhe them që luajtë mirë me Polonin, me Serbin, bëm këto gola, I thanë kolegët të gjera në televizionet e tjera këtu që kemi shumë ne, dhe ata thanë ne luftonin qanin aty, vërtisnin për... Kjo është një braktisje e futbollit shqiptar në një farë mënyrë. Po këta trajnerë, po e qartë, profesor, po këta trajnerë që vinë punojnë një vit e gjysmë, 2 maksimum në Shqipëri, dhe ikin në mënyrë të çuditshme dhe nuk vjen asnjë kundi. Se si merr dikush tjetër këta? Si ka mundësi? Zoti Dervishi, vetëm një mbasi mbarojnë kontratën në Shqipëri, ta ose dalin pension, ose ndrojnë jetë, se da ka ndodhë me 3, po, me njëherë. Se janë në fund ka... Pra, ne nuk nga vjen kur një trajner... Ta, ose dalin pension në... Trajnerët tanë, mbasi mbarojnë kontratën me Shqipërinë, nuk shkon asnjëri lartë deri tani. Por, kontrata me Shqipërinë është fundi karrierës tyre. Dhe kjo është gjëja që edhe na shqetëson. Silvinjo është trajner i ri, unë uroj që të ketë të ngjitet lart. Edhe fillimi. Tani, në qoftë më lejon të flas tani. Po. Jam plotësisht dakord me ty. Mua apo këti, profesor? Jo, i thash Tanit në studio. Po, ja, tani do të angazhojmë dhe Shakon pak në këtë. Nga biseda, nga pjesa e kësaj, bisedet shkurtër e para që bëm, është që në Shqipëri mungon një sistem. Mungon një sistem, e qartë. Dhe pa sistem, si thoshte Lymalla, pa themele dhe pa mure, ti nuk mund të ndërtosh qati. Nuk ndërtosh asnjë gjë. E para. E dyta, është ajo që thoshte Tani në studio. Ne kemi 12 trajnera në 24 vite. Si pretendoni ju që jeni në studio, si pretendojnë të kenë një ide loje, kur ti çdo 2 vjet me mesatare ndron trajnerin. Kalon nga një trajner shqiptar i fundit, në një trajner italian, në një gjerman, prap në italian, në një sërb, në një holandez, në një kroat, në një italian. Pastaj një italian që binte në fushë nga moshje me unë tani që po flas, po ai ishte shumë keq. Pyetja që unë bëj është si mund të ndërtohet e ardhmja dhe një ide loje me 12 trajnera në 24 vjet. Ajo pastaj është shumë e drejtë. Unë do të thoja sa nga këta trajnera, mbasi kanë ikur nga Shqipëria, kanë bërë karrierë. 0, asnjëri. Shako, po, asnjëri.
Trajnerët janë një histori të shtimi. Pastaj dhe... Trajnerët Shqipëri keni zgjedh si me qenë ke parasysh ku bëhesh ato dasmën të fshat o ylli kur vinte i deleguari nga qyteti? Edhe ishte në krye të dasmës, edhe gjithë kishin nga një fotografi me të deleguarin e kanë në dasmë, apo me sekretarin e partisë. Edhe trajnerët ne akoma jemi një inferior dhe të pa zhvilluar, edhe njerëz ndihemi inferior se vazhdojmë zgjedhim njërin që kemi pa në televizor. Pra, zgjodhen Dosen në fillim s'kishte qenë trajner në herë, po e zgjodhen se e kishin pa në televizor. Pastaj iku Dosena erdhi Brigeli, çfarë lojtar ka qenë Brigeli. Po trajner, s'ka problem, po lojtar, super lojtar. Edhe u çam duke bë fotografi me Brigelin. Iku Brigeli, ai Dosena zgjidhi kur ekip, shkoi një herë atje në Libi pa fillu lufta aty, loste me kalamajt e bënte servite të çunit të Gedafit. Te Baqa e Gedafit. Pastaj iku ai erdhi Brigeli. Ku erdhi Brigeli, edhe ai gjeti një kategori 2 në Turqi, një ekip ja 3 muaj, pastaj zgjeti më skuadër. Iku Brigeli, mos gaboj erdhi Ariani. Dhe presidenti njëtën punë bën këtu. E rrit pula, bën ndërtime, bën futbollin, të gjitha ka Historia e trajnerëve ka qenë e gjitha histori dështimit, duke përjashtuar rastin e Debiazit, që punoi 2 vjet me Azerbajxhanin, çdo trajner që ka qenë në Shqipëri, ka qenë pa punë edhe loste domino me gruan e vet. Dhe në fillim do të më shfutu nga gruaja vet që kishte në shtëpi, pastaj do të më bë trajner. Pastaj u kthym prapë te shtëpia vet. Edhe ca trashën e Znikut shkojnë, edhe po ta vesh re, ftohet sot Debiazin, nesër e ke në Tiranë. Se sigurisht që prej shumë vitesh nuk është bërë trajner. Pavarësisht se trajneri më i suksesshëm i Shqipërisë. Ndërkohë atë Panucin e gjetëm me televizion, e lan prapë me televizion. Ama kur përmend Sako se do vazhdojmë bashkë pastaj ta vazhdon profesorin që ta mbyllim atë. Me grudë me Realin, sa çalojtari. Po me Milanin, lojtar. Fund fare të vëllai kemi marrë për trajner, që do të thotë që ka një 20 vjet që jepet një licencë UEFA në Shqipëri. E nuk është lënë trajner që di shqip apo s'di shqip, pa e marrë këtë licencën e trajnerit. Ka marrë pa fund licenca. Trajnerët e ekipeve kombëtare të Shqipërisë kanë 20 vjet që janë po të njëjtët. Ktu profesori Jeti, se unë kam pas pedagogun tim dhe do i them gjithmonë profesor, pavarësisht se pak ndoshta jo gjithë e dini, po është njeriu që ka arritur suksese më të mëdha në historinë e futbollit nga raca jonë shqiptare. Deri tani të paktën, pastaj më vonë në rolin e tij të drejtuesit, sepse ka qenë ka ardhur me Kupën e Kampionit Botës dhe Kampionit e Evropës me Spanjën. Kështu që edhe ka qenë numri 2 Federatës Spanjolle për një jetë. Kështu që edhe sot është ai që po organizon botrorin e Spanjës. Një miku im i afërt që ka punuar me mua, që respektoj shumë, më shkruan Sako ja vetëm një sekondë. Mirë dhe ndoshta nuk e... Po si ka mundësi tot që një... Njerëzit e Zot o burr. Po, dëgjoj. Çfarë të bëjmë? Doja më thon diçka, a mund të them 2 fjalë? Jo, do t'i thuash, po ja të përfundoj me profesorin. Po, okej, në rregull. Përveç këtyre qytetit tani, unë nuk po hy te kjo pjesë, porque i theti të gjitha, puna është si mund të ketë Shqipëria ide loje. Dhe kjo Shqipëri, çfarë karakteristika ka nga futbolli i saj? Ne kemi një ekip në të cilin na vijnë fëmijë apo futbollista që kanë lindur, janë rritur, janë stërvitur nga trajnerë të huaj dhe në sistemet e futbollit të tyre. Ata që të vinë shumë të formuar si futbollista, dikush të vjen me shkollën italiane, dikush të vjen me shkollën greke, dikush të vjen me shkollën britanike, tjetrën. Që ti bësh bashkarisht këta, ti ke nevojë për një trajner të mirë, për një kohë të gjatë, por mbi të gjitha Shqipëria, ky vend i vogël që sot është në listën e vendeve më të varfra të Europës, nuk mund t'ja lejoj vetes që në 12 vjet, në 24 vjet të ketë 12 trajner dhe po të bësh llogarit financiare, nuk na i mbajnë këllqet dhe gjitha ato para do ishin investuar në fusha për fëmijë. Unë po them, në 24 vite nuk ka mundësi Shqipëria të krijonte një trajner, pse nuk bën, unë do jap 2 raste shumë interesante. Një është Islanda. Islanda është një shtet me 390 banor. 400.000, më pak se 400.000. Në 2016, ashtu si ne, u kualifikuan për në kampionatin evropian. Arritën një rezultat shumë të mirë se ne, luajtën me shumë të dinjitet, luajtën çerek finalet kundra Francës.
kishin trajnerin suedez dhe kishin emëruar shumë interesante 2 trajnera, jo 1, suedezin dhe 1 islandez. Kur u largua suedezi, vazhdoi trajneri nga Islanda. Në ekipin përbërës të këtij ishulli me 400.000 banor, të gjithë futbollistët pa përjashtim luanin jashtë vendit. Por të gjithë futbollistët pa përjashtim ishin lindur, ishin rritur dhe ishin formuar në moshë shumë të re në Island. Atëherë, kush është leksioni që jep ky ekip? Kush është trashëgimia që jep ky ekip? Ky ekip nuk do shkëlqej gjithmonë, se është e pamundur me 400.000 banor. Natyrisht po. Por her mbas here do ketë një ngritje sepse ka një sistem të ngritur. Qartë. Rasti i dytë, gjithashtu, është shumë interesant, është Slovenia. Slovenia që kur është krijuar si federat në 35 vjet e fundit, ka marrë pjesë 2 herë në Europiane dhe 2 herë në botëror, të 4 herët me shumë dinjitet. Herën e fundit, që ishte bashkë me ne, garoi me cilësi shumë të lartë se ne. Të gjithë futbollistët pa përjashtim ishin futbollistë të lindur, të rritur, të stërvitur në moshë shumë të re në Sloveni dhe pastaj shpërndahen për Europë. Trajneri tyre ishte sloven, zvendësi gjithashtu, përgatitori fizik, mjeku. Ky është pasqyrë e zhvillimit të vendit. Unë nuk po ju krahasoj me Spanjën, edhe do ta mbyll që t'i bie i çik më shkurt, por suksesi i Spanjës fillon në vitin 1988, kur vendosin të krijojnë një sistem me skuadrat kombëtare. Asnjëherë nuk duhet na gënjej mendja se futbollistët nuk i krijojnë federatat, futbollistët vinë nga klubet, por federata krijoi një sistem të ekipeve kombëtare. Dhe këtu jemi. Dolën Xavi, Iniesta, kemi haritur në kampionatin botëror të 2010-s, nga 23 futbollistët, 22 kishin qenë kampion ose nën kampion e Europe me moshat nën 17, nën 19 dhe nën 20. Pra një sistem i qartë dhe i plot i cili ne nuk mund ta shohim në ender, por vendet që përmendë, Islandën dhe Sloveninë ishin janë shumë për ne. Duka ka qenë vitin 2001 që drejton Federatën Shqiptare të Futbollit. Janë bërë 24 vite. Një futbollist i lindur ditën që është bërë Duka president federate dhe sot jetë në ekipin kombëtar. Nuk ka asnjë lojtar që është rritur në gjatë gjetjatësisë të Dukës në krye të federatës, me gjithë projektin e Dukës nga dita e parë deri në sot, ti nuk e ke të përkthyer te një lojtar i krijuar në futbollin shqiptar. Të gjithë janë të importuar. Profesor, edhe të gjitha përgjigjet, të gjitha përgjigjet që mund të konkludojmë bashkë. Do thonë që kështu e ka dhe Gjermania, kështu e ka dhe Italia, por nuk e ka kështu, raportet janë të kundërta. Janë 90% futbollistë të krijuar dhe 10% apo 5% futbollistë importuar, ose të lindur aty, por që i përkasin emigracionit. Pra, profesor, ne kemi një ekip, po thoni ju, jo një ekip kombëtar, po një ekip virtual. Përfaqësues, thotë. Ne, për mua, për mendimin tim, ne kemi një, nëse do ta quajmë kombëtare, është një kombëtare virtuale, ashtu siç kemi një Shqipëri virtuale në fakt. Edhe vjen dita e ndeshjes, mblidhemi, bëjmë shqiponjën, por mbaron ndeshja dhe kthehemi në kampionatet që kemi në nivelin e stërvitjes të fëmijëve që lënë kaq shumë për të dëshiruar, edhe jemi këtu, jemi në këtë gjendje ku në çdo 2 vjet Shqipëria ndron trajnera dhe ka një program me inteligjencën artificiale që kërkon futbollistë për botë. Po për Shqipëri nuk kujtohet njeri. Gjatë shumë, profesor, falenderoj shumë për ndihmën që na dhe në këtë pjesë emisioni dhe gjëra mjaft të rëndësishme dëgjova, në sensin se mungon thelbësoria, mungon sistemi dhe ne pastaj harbojmë në momentet kur vjen data në një ndeshje në një gjë dhe mendojmë që gjitha gjërat i kemi në dorë. Gjithsesi të falenderoj shumë. Po të bëj një pyetje para se të iki. Po.
si ka mundësi që kur ra regjimi në 90-ën, deri sot kanë kaluar 36 vjetë. Në këtë periudhë, në atë kohë, ta zëm një fëmijë 10 vjeçar, sot do ishte 26 vjeç. Si ka mundësi që nuk kemi nxjerrë trajner? Çfarë ka futbolli shqiptar? Kush është problemi? Se nuk kemi trajner. Nuk duam të kemi trajner, jo se s'kemi trajner. Nuk duam të kemi trajner, por ne do ta vazhdojmë pa profesorin, sepse ai etika e të gjitha nuk ja lë këtë pjesë, ne do themi dhe me emra konkret. Më shkruan një kolegu im që thotë lere këtë se Polonia këshu e kjo këshu, unë i them tani këtu që unë do ta bëj këtë emision kështu siç e mendoj, ndoshta e kam dhe gabim, por do ta bëj kështu siç e ndjej e shikoj bashkë me kolegët që kam thirrur në studio dhe kështu ka dhe emisione tjerë dhe ju mund t'i bëni kështu në mënyrën tjetër, të bëni festa gjitha, por në Shqipëri nuk ekziston një kombëtare e vërtet, po një, si që tha profesori, një kombëtare virtuale. Hajde me tërpin dhe kalem dhe në probleme tjera tani me ekipin, me profesor falemderit, me e tëftuarit e mi. Të falenderoj. Ju falenderoj dhe mbarësi dhe gjithë mirat. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Pra, kreu i Federatës Shqiptarës Futbollit, nuk e kemi, këta që më shkruajnë, nuk e kemi për Poloninë dhe Shqipërinë, e kemi për futbollin shqiptar. Është ndeshje për futbollin shqiptar. E kupton, është ndeshje për nuk e kemi për një ndeshje. Ajo mund të ketë luajtur shumë mirë Shqipëria në një ndeshje. E kemi për 20 vjet. Për 7 mandate, thë. 7 mandate. Kreu i Federatës Shqiptarës Futbollit Armand duket sapo ka nisur mandatin e 7. Kalon tani këtu Shako, Edi Ramën, Sali Berishën. Tani, propaganduesit e federatës tregojnë suksese të mëdha. Të dukës, por në fakt, si qëndron e vërteta, cilat janë suksese dhe dështimet e federatës? Dim suksese? Si fillim mirë, me fillu pak me humor, me thonë pak si me batut, mos me morë këshu kaq në mënyrë tragjike, se në fund fare, thej që janë 7 mandate, u mendoj që do duhen dhe 7 mandate tjera që ta dorëzojnë federatën. Ta burra do rinë dhe 7 tjera. Rini rahat për këtë gjë se diskutohet fare. Jeni dëgjuar të shprehjen kur thuhet që bëhet martesa derisa vdekja të na ndaj? E vetme që mund ta ndaj është vdekja. Kështu që po doja me thonë me pak si me humor këtë gjën që meqense vdekja thua ti, po kur ti ikim në botën tjetër atje këta janë. Saliu, opozitë, Edi Rama, kretar qeverie dhe duka të na japë që të vend të shikojmë ndeshje. A i do të mbaj ekipin. Aja të ishe me thonë një gjë. Ta them, të kam 2 batuta me thonë. E para, me qenë se dëgjova diku një ditë, një mikun tim, një kolegun tim që thoshte një version edhe unë po e bëj pak si për të qeshur këtë gjën, për të mos me marrë me tragjedi, është që sigurisht tani e di më mirë se unë këtë sektorin, po ta di që bletët, në kosherën e tyre ka një mbretëreshe cila jeton 2 vjetë si mbretëreshe. Pastaj, të liqet, gjithë bletët e izolojnë dhe e ngordhin atë mbretëreshen e tyre. Kryetari i shoqatës bletëve ka 8 vjetë, e do kandidojë prapë do fitoj edhe 8 edhe 4 vjetë tjera, nuk ndryshon kurrë. Që kafshët janë çik më tolerante se sa njerëzit. Sa vjetë ka kryetari i shoqatës bletëve? Gjatë, ë? 8. Pe blektorve të gjova unë 26. Oke, 26, nuk e di ta më sa ka. Po që më të bletët e kam 2 vjetë, kryetari është 26 vjetë. Iku kjo. Ajo që do të themun është që shqiptarët në historinë e tyre, si komp, kanë pasur një personazh që... Se të në thonë me neore, pse vazhdoni të punoni ka gjatë, dhe jo se... Gjithmonë arrojnë që janë të zgjedhur. Po Ylli Rakipi punon se e paguajnë, e banë familjen me këtë gjë. Kurse rasti i Federatës Shqiptare të Futbollit, i presidentit saj është pak a shumë që po thyen dhe rekordet e Nën Terezës, e cila ishte e para dhe vetmja shqiptare që punoi për jetë falas. E në fund fare e bën shenjë. Ndërkohë që po kështu 24 vjet që thoni ju, që ta dini, duhet t'ia di për popullin shqiptar se punon falas në një palek. Sakrifikohet veta dhe punon falas. Kështu që e vetmja shprehje që më vjen mua, dikush është tani ku konstatoj që punon 24 vjet falas, a mund ta themi shprehje? Po Shako, prit më burr. Ka thënë vërtet ai punoi palek. Ta themi shprehje është e bukur shumë. Jo thosë se tani dëgjoj. Ore ka thënë vërtet ky punoi palek duka. Po pa rrok është mos ka rrok. Si s'ka rrok aty? Po.
Pa që nga me varfri këtë pas. Po mirë të UEFA, se zësë president. E di që më tha batut një njëri i futbolit, një njëri i futbolit. A mon mërthujni ti të ketë mërshirë për futbolit, mos punoj më falas. Ta lërë këtë punë. Punojnë ata që me rogë, jo këtë falas. Tani, qikur duka u vendosë presidenti FSHF-s, në kryet kombëtarës janë vendosur vetëm trajnerët të huaj që kanë kushtuar shumë, do me thënë 10, tha, 12, po jo 200 shqiptarë, dhe Zoti Dervishi tha 12, 10 ishin të huaj, ja ku i kemi Shako, ja këta janë, tani që është bërë me këta njerës, që ka ndodhur? Dini gje? Ja, 17 milion euro më duke se ka kushtu këta burat. Të gjithë këta, përveç dhe Bjazit aty... Si më kje, ja të themu me emër, Dosena, Brigel, Oto Baric, Josip Kushe, Arihan, Gjani dhe Bjazit, Kristian Panuqe, Edi Reja, Silvinjo. Ta janë trajnerë dhe përkohësisht qëndrojmë aji Boshnjaku, Shako Musedanagic. Musedanagic, aji se vëndësoj të trajnerin Kushe në momentin që pati probleme që smur, po 1 ndeshje apo 2 ndeshje. U smur Kushe për këtë motiv që ndrojë 2 ndeshje, po jo, Kushe ishte prapë. Fund fare këta kanë ardhë, kanë marrë rogat edhe gjurmë reale as kush s'ka lënë nga ata. E ti si është kjo punë, para një 20 vjetësh dhe Federata Shqiptare e Futbollit asaj kohë mori një trajner gjerman dhe i vunë 2 trajnerë tjerë shqiptarë që ta mësonin në burë. Se kështu funksionon kjo botë, marrim ty që të mësojmë këta trajnerë tjerë. Shqipëria këtë gjithë s'ka ditë me bona herë, edhe trajnerët e huaj, di pse i marrim ne? Ne i marrim gjithmonë të huaj, se duam gjithë vëmendjen ke vetja jonë. Po ta vini re, trajnerët shqiptarë, trajnerët e kombëtarëve shqiptarë, kur fiton Shqipëria, 2 llafe flasin, pastaj flet gjithë federata. Edhe shoferi autobusit flet më shumë se trajneri. Se marrin gjithë merita këtu. Gjithë anësh kush do marrin merita do burr. Tani e di për kë po flasin që do bëhet trajner. Do dalin pra fotografi me një, qa lojtari ka qenë, Cannavaro. Ajde, super lojtar. Cannavaro po flasin tani. Diku vajtja i Cannavaro do vi këtu. Vetëm trajner nuk do marrin. Do marrin vetëm njëri që ka qenë futbollist, që e patëm pan televizor ne. Edhe atë punë ta marrim që kur që ti themi që kena morën punë atë, ma men atë trajnerin atë futbollistin e modh kampion bote po, ai punon për ne. Trajner në Kroaci. Në Kroaci sa ishte? Trajner klubi, jo trajner. Cannavaro ka qenë futbollist mirë, po s'ka lidhje, shkarkuan. Pra ti këtu do vi tani thua ti një trajner i shkarkuar nga Kroacia. Fabio Cannavaro. Jo, është edhe trajneri i Uzbekistanit duket, apo një shteti kështu. Jo, Uzbekistani është kualifikuar për në kampionat botror, po ka shkuar aty ka bërë sukses. E patjetër duket se është. Se di që është aty, gjithsesi, unë Kroaci kam pa përre. Që si kam, se thash një emër Cannavaro, se tani me që se thash unë do digjet. Topin e artë e ka marrë, i mrekullit. Tani që thash unë do digjet, po në fund fare, 90% të trajnerëve i kemi marrë që kanë qenë futbollistë mëdhej. Brikerin e morëm se kishte qenë futbollist. Dosen e morëm se kishte qenë futbollist. Atë që quhet Arianin Çajence, mamen Çajence që ka pas Ariani thoshin gjithë, bum, topin 3 këndsh. Pastaj morëm atë që quhet Kristian Panuqin e morëm se ishte lojtar i Real Madrid dhe Milanit, se çfarë meritet kjo? I qenë marrë dhe Sedorfin, po s'pranoi. Mersis mediokër, nuk kish lidhje fare me trajner. Kishte ndonjë zhika që një mbrojtësi mirë. Kishin trajner të Shqipërisë o burr. Italis. Ore, kuptoj që s'po bëjmë dot një video analist, o njeri, një video analist, edhe atë kemi të huaj. Cannavaro nuk e marrim dot, se pas ka Uzbekistani, kështu që ata e pagojnë dhe mirë. S'kam problem parësh. Tani në Duka tani qeverisë në një strukturë drejtimi quhet komitet ekzekutiv, se komitet ekzekutiv ka qenë atëherë mon. Se akoma ka komitet ekzekutiv të rrethave, po, ish bashkit. Komitet ekzekutive që komitet ekzekutiv të vendet gjemën atëherë. Po. Tani në një komitet emër tipik nga ato të kohës atëshme, duket, po ky si nuk e ka ndruar. Çfarë roli luan ky komitet? Kush e përben? Ai kundërshtojnë ndonjëherë presidentin këta, po tani aty janë nga dita e parë që Duka është bë presidenti Federatës, ka bë 2 herë garë. Por prap garat të paragjykuara, të parashikuara dhe të parablera. Nga i momentet, tash është krijuar, nuk është komiteti ekzekutiv, as Federata Shqiptare e Futbollit, është sekti Duka. Është një sekt atje. Një sekt që kanë një drejtues, një president që është Duka. Dekor, qa sekt? Dekori, jo sekt, dekori. Dhe ai përcakton të gjithë njerëzit që do ketë me vete. Nga Lutnuri, në mbaj mund që nga koha çupa-çupsave. Po. Lutnuri, dhe vazhdon tjetër atje. Ka njerëz që lepe peqe me presidentin, kush ndonjëherë ka tentuar ndonjëherë thot në fjalë më tepër, është ndarë veç,
Dhe ajo që më bën përshtypje në të gjithë, se ne themi trajneri shqiptar, ka këtë Alban Bushin, trajnerin e 21 vjeçarëve, ka një 10 vjet që e mban atje. Se 21 vjeçarët duhet jenë produkti i kombëtarës. Nuk prodhon asgjë, nuk arrin asnjë rezultat dhe rri atje. Se ndoshta pazari i madh është atje te 21 vjeçarët, se ata duhet bëjnë përpara. Ata duhet shiten nëpër klube të rëndësishme. Të gjithë njerëzit që kanë tentuar të kundërshtojnë Dukën, o janë blerë prej tij, o janë detyruar të heshtin. Prandaj them që është kthyer në një sekt Federata Shqiptare e Futbollit. Ndjek një model edhe të UEFA-s dhe të FIFA-s, por nuk e bën kaq balt sa ç'bëhet këtu. Ylli të thëshe diçka, sepse edhe në pyetje që bëre pak më parë, për nuk përgjigja me kazë, domethënë që përgjigjeshi Shaka Hoxha dhe zoti Dervishi, që ka eksperiencë janë zakonshme në Federatën Spanjolle. Pra, problemi i madh që kemi ne është ajo që evidentoi zoti Dervishi, është sistemi që ne kemi ndërtuar. Ky sistem mund ta mbaj Dukën dhe tash më kur më pyetën zgjedhjet e fundit, tash nuk flas dot se e ka moruar deri në mandatin e 8. Ky ishte mandati i 7. Patjetër se s'kishte. Pra, ne kemi një sistem që tashmë edhe Duka po doj të iki, nuk e lën ata të tjerë mbrapa të rrish aty ti. Sepse ky sistem ka krijuar sot këtë peizazh që ka Shqipëria. Andi përmendi pak më parë trajnerin e Shpresave. Sa herë hidhet shorti, Ylli, dhe ne do organizojmë kampionat vitin tjetër, kampionati evropian i Shpresave do të jetë Shqipëri-Serbi, që ne e morën vesh, Ylli, jo nga vendimi i Komitetit Ekzekutiv, e morën vesh nga një video që bëri kolegu Fevziu. Aty na u tha që kampionati, pra me Serbin, imagjino me Serbin, pra do organizohet nga Shqipëria dhe Serbia. Pra na e tha në një video që e bënte një kolegu jon. Tjetra, trajneri i Shpresave sa herë hidhet shorti thot, këtë vit ne do luajmë për kualifikim. Kur mbaron sezoni, thot, detyra jo nuk është kualifikimi, kur s'merr rezultatet. Se kemi pasur breza shumë të mirë, se mos kishim breza të mirë, nuk do të thoshim që po i kemi patur. Por thot, detyra jonë është përgatisim lojtar për kombëtare. Kur vjen puna për lojtarët e kombëtare, ja marrim Shpresave të Kosovës. Shkojmë ja marrim atyre të gatshëm. Ajo që tha Dervishi është pikërisht kjo gjë. E gjia foto në i foto të Dukës se duke sikur është i huaj dhe ky, sikur është trajnerët e huaj dhe nuk e njofin. Federata Shqiptare Ylli, Federata Shqiptare e Futbollit, pra, çfarë bën? Federata Shqiptare e Futbollit e mbulon vetëm me skuadrën kombëtare. Ndërkohë, detyra e saj e vërtet është futbolli që luhet në territorin e Shqipërisë. Është Superliga dhe kategoritë e tjera. Është masivizimi dhe përfshirja sa më shumë të rinjve në lojën e futbollit. Dhe ç'a ndodh? Ne kemi një kampionat i cili është edhe Kosova që ka vetëm 10 vjet që është antarësuar në UEFA, është të paktën një 13 vende sipër Shqipërisë. Pra ne mos kishte kaluar Dinamo si vjet në vitin e kaluar në play-off, ne rrezikonin të humbnin dhe një nga skuadrat që merr pjesë Kupat e Evropës. Pra, ndërkohë, në Kupat e Evropës ne ishim një nga 5 vendet e vetme të Europës, edhe Gibraltari e futi një skuadër në grupe, edhe Malta e futi një skuadër në grupet e Konferencës Ligës. Shqipëria nuk e kishte. Pse? Sepse gara dhe kampionati që zhvillohet këtu nuk prodhon. Dhe faktin që nuk prodhon, kush e ka? E ka pikërisht drejtimi e Komitetit Ekzekutiv që the ti. Që ndryshe nga çdo vend i botës, Komiteti Ekzekutiv i Shqipërisë, Ylli, i futbollit, ka 30% i ka gazetar. Dhe pse duhen, thoj ti? Se mbase duhen, ore, ne mbase e kemi gabim. Pse duhen? Unë mbrëm isha me një kolegun tënd në emision në debat për ndeshjen Poloni-Shqipëri për ato që të kërkojnë ty, që thonë pse s'po flasim për të. Dhe unë pa dal nga studio. Portali i antares Komitetit Ekzekutiv me njëherë filloi sulmi, s'kisha dal nga studio. Prandaj duhen ata, duhet dhe ky pjari. A e diti që s'ka sot media që e kundërshtojnë Dukën? Sepse nuk kanë shans pësaj të hynë në stadion. Unë sot... Shkura gazetari që shoqëron nga mbrapa. Unë kam qenë gazetar sportiv, nuk jam tifoz, vazhdoj ta ndjej kampionatin. Unë sot jam prej 4 vitesh në gjyq, në gjykatën penale, me Federatën Shqiptare e Futbollit, dhe mbasi mbarova punë me të, tani jam me presidentin. Dhe disa Ylli nga fjalët janë shumë interesante, që ti citoj dhe ta kish parasysh ti, ta dish që juristët se ka një shtab me juristat atje, ka shumë juristë. Ku? Të Federata. Dhe njofë se më dalë një gjyq, më vinë gjyq atje. Ç'bën edhe? Ja po ta them unë. Pse një gjyq? Ja po ta them unë. Unë jam në gjyq sepse kam quajtur presidentin e Federatës Sultan.
Dhe zyra juridike ishte drejtuar gjykatës penale dhe i thot, fjala sultani, thot, titull, thot, i trashëguar i sundimtarit absolut Mbretërinë Osmane dhe i mbretërve në disa vende të mesme. Dëgjoj, në Afrikë. Ku fe zyrtare është muslimanizmi. Ai që mban këtë titull, sultanët e Turqisë, sarajet e sultanëve. Dëgjoj tjetër. Unë kam përdorur fjalën matrapaz. Ai thot, bën shpjegimin. Se ke thënë vërtet. Dëgjoj shpjegimin se kjo është më interesante. Në gjykat, thot, matrapaz do me thënë, thot, tregtari i vogël pa dyqan që blen mallat të ndryshme dhe i shet me çmim të lartë për nxjerr fitime. Nuk ka qenë matrapaz. Në grumbullim ka punuar në Burel. Ja të pyesim Shakun se ai. Këtu mbase ka të drejtë ata se ata nuk janë matrapaz. Kanë të drejta, janë tregtarë të mëdhenj, nuk janë matrapaz kaq të vegjël. Ktu kanë të drejtë, po këto punë kena shkuar në gjykat. Dhe e fundit që të lë radhën Shakos, pra, a e diti Ylli që në kampionatin shqiptar mund të luash me 11 lojtarë të huaj informacion? Ta dhe shë? Po, 11 të huaj. Po pse quhet shqiptar KPS? Po, kështu do ta quaj komiteti ekzekutiv. Pasaportën Bajrami. 11 të huaj. Jo, më jo. Do më thonë, nëse këtu fol për shpopullimin, pra po ikin shqiptarët, dhe kryeministri tha, le të vinë nga Bangladeshi, le të vinë krah pune, ky e ka përjetësuar. Duka, do më thonë, këtu dhe në kategoritë e ulta të futbollit shqiptar, pra këto bashkitë e vogla që mbajnë një ekip futbolli, dhe atje ke shumicën e lojtarëve të huaj. Pra, ne kemi shpopulluar kampionatin shqiptar. Në kohën e para viteve 90, ishte me detyrim që çdo skuadër duhet kishte në fushë 12 vjeçar. Deri vona ka pas me kufi për të huaj. Dhe prandaj prodhonin futbollistë. Sot duke futur lojtarë të huaj, po t'jap shembullin e fundit të Leshakos, vitin e kaluar në Kupat e Europës për moshat U19, për Champions League-ën, u ndeshën Byllisi i Ballshit me dy korrikun e Prishtinës. Byllisi i Ballshit, te 19 vjeçarët Ylli, kishte 8 lojtarë të huaj në fushë. 8 lojtarë dhe dy korriku i Prishtinës, që e mundi Byllisin ton, i kishte gjithë lojtarët vetë, dhe dy korriku është një nga fidanishtet më të mira që ka Kosova. Dhe prandaj ata prodhojnë lojtarë, i kanë të vetët. Dhe një lojtar që duhet krenojë federata jonë dhe kampionati jonë, që e kanë prodhuar në Shqipëri, i cili ishte Ernest Muçi, lojtari më i mirë, më në formë që kemi ne tani, ti e pem Poloni, ai trajneri jonë ta avrisje dhe nuk e fuste dhe të vdiste ai dhe nuk kishte për ta futur. Nuk donte, pra federata duhet ta detyrojë atë dhe t'i thotë, nga kampionati duhet të luajnë me se s'bën. Kur i ke lojtarë që janë prodhimi jonë, t'jetë dhe motivim. Gjithë ideja është çfarë motivojmë, ku i motivojmë ne brezat e ri? Çfarë prodhon federata jonë shqiptar? Federata çfarë bën? Gjen një që ka datë lindje emër shqiptar, a diti që ai Ivan Balliu gjyshen ka shqiptare, që është në kombëtare. Baba i vetë është këta bashkinë Spanjë. Jo, se s'ka si im duhet, po jo. Po ma gjyshen, gjëherët e ka Balliu. Po e dinte ai më kur që ishte shqiptar. Ore, vajtëm ne më i gjetëm, ai se dinte. Po e Edvin Muradi, ore i telefonoi Edvin Muradi dhe ti ke mbiemër shqiptar. Ore, shumë mirë më që e solëm. Po ne e morëm dhe se futëm, se në fundit lojtari mirë. Pra, ajo që doja unë Shako që ta mbyllja këtu është detyra dhe misioni i Federatës Shqiptare të Futbollit është futbollit shqiptar. Ata çfarë bëjnë? Janë bërë si kryeministri, ke parë fushat, dalin promovojnë inaugurime stadiumesh, stadiumi 30.000 vend që Durrësit. Ke parë 30.000 vend që këtu? Stadiumi 30.000 vend me planimetri, me konkurs në kombëtar. I Korçës, 30.000 Korçë atje nuk bëhen banor, kanë ikur. Stadiumi 30.000 vend që Vlorës. Ke parë se është bërë gara, është fituar nga studiot arkitekturore, është zgjedhur projekti. Pra, po të shikosh te pjesa e propagandës, te pjesa ajo që theti pak më parë e thasha Hoxha, kur fiton kombëtarja, ti shikon në fushë sa njerëz që si ke parë ndonjëherë ç'duan këta në fushë. Shikon në dhomat e zhveshjes, shkon presidenti, zëvendëspresidenti dhe komiteti ekzekutiv. Kur humbi fshin gjithë, si shef njeri, këmbë robi, ke parë njeri të Mazeri Poloni, ku janë këta burrat që vjen i përqafojnë, një mbajnë në krah, vjen ca kolegët tanë atje që bëjnë dhe libra mbrapa ata. Shkruajnë, si arriti kombëtarja jon, dhe pastaj ca të tjerë kolegë tanë thonë, ore, pse Debjazi na çoi ne? Po ne ndeshjet thonë, na i fitoi Duka, vetëm 5 pikë mori Debjazi. Se ndeshjet e tjera edhe po ti ketë marr Duka, ti s'mund të thosh që e mori Duka. Armenina e mori. Ata thonë e bleu Duka, e kupton, thonë, ata dhe janë rreth i ngushti i federatës, dhe thonë, edhe po ta kesh bërë këtë punë ti s'duhet ta thuash. Dhe tek sukseset ato që përmende, mjafton të kujtoj Ylli që Shqipëria sot ka skuadrën më të dënuar në futbollin evropian,
që ishte skuadra më e mirë e jona në Kupën e Evropës, Skënderbeun e Korçës, që mori një dënim ekzemplar për shkak të raporteve që vinin Shqipërisë që nga viti 2009 për turkimet e ndeshjeve dhe Shqipëria nuk mori asnjë mas. Serbia dënoi Crvena Zvezdën, skuadrë më të mirë që ata kishin, dhe shpëtuan nga këto dënimet në Europë. Ne nuk e bëm këtë gjë, dhe skuadrë më të madhe që kishim ne më të mirë në Europë, është dënuar dhe mori dënimi më të lartë në kontinent. E dënuar me 10 vjetë. Pastaj suksesit s'ka nevojë t'ja bëjun, se ja bën gjitha i stafi madh që ka dhe gjitha i grup media që ai ka nga mbrapa, që janë nxjerrë evidentojnë pafundësisht sukseset e mëdha që kanë arritur. Herën e fundit të zoti Hoxha nuk pati kandidat, se tani kanë filluar të mos kenë kandidat, asnjëri s'pranon më kandidat këtu, rival. As për fasadë, jo se kandidati kotës. As për fasadë, se më përpara e kishin për fasadë. Për shembull, thriste ai Lutfinurin e thriste? Jo, Lutfinuri ka këtu te komiteti. Kishte një arbitër, tjetër, ndërsa edhe Edi Rama s'kam duket, edhe Edi Rama. Edi Rama konkurroi 2 herë me Qimetën, 1 herë me Maqela. Tani s'ka kandidat. Thristin kandidat përpara, tani edhe doktori gjallë botë. Nuk pranon ai nuk pranon as garën, jo kandidat këto. Po edhe ka garë më, kotësh e. Presidenti FSHF është akuzuar vazhdimisht se e drejton futbollin me dorë të ekurt dhe nuk pranon ta kundërshtojë askush shako. Pse është sot duka pronar i futbollit shqiptar? Çfarë interesash përfaqëson ai? A ka ndonjë mekanizëm kontrolli ndaj Dukës dhe federatës? Që për të thënë të vërtetën është një entitet me një që qarkullon para të madhe shumë. Ne do të hyjmë, do të diskutojmë, kam gazetarë të tjerë investigativ. Interesa, po. Dhe po merremi, interesa sigurisht, dhe po merremi me konkretisht, ky do jetë një emision më vete. Por unë duat për të përgjithshme në këtë, më së shumti në këtë emision, se pastaj ne do të flasim gjithësisht në emision tjetër. E pare, nuk duaj që të citoj, po me qenë se jam rrugës për Prishtinë, thash, të them ato mendimet e mia, sidomos për të pyetje që më bëri. Ti shpëtove vetë shikoni një ndeshje tjetër. Nuk kualifikohemi ne, kualifikohet Prishtina dhe ti vetë atje. Po. Ja më shumë Kosovën pse sigurisht po, Kosova ne jemi ka. Ajo që edhe besoj shumë, se thash dhe kështu si me humor, po është e vërtetë që është era parë në historinë e popullit shqiptar, kthej edhe andej kufiet kudo që të jenë që jemi të gjithë kundra turqëve. Se në përgjithësi kemi pas sa që s'kan qenë kundra turqëve. Nesër ndarë kemi gjithë kundra turqëve. Dhe kjo është gjë që për duhet evidentu. Ajo që doja të thoya përsa e ke përket pyetjes tënde Ylli. Po flasim. Më shkruajnë që Shako Hoxha ka qenë 5 mandate me Dukën, por Shako Hoxha ka qenë i punësuar. Nuk është e vërtetë. Kjo gjë po çet si ka, se kur të duash të ta shpjegoj edhe se çfarë. Po, qartë. Atëherë, të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Po flasim, po të shohësh një dokumentar e ke në Netflix, është dokumentari Historia e FIFA-s. Kur Gianni Infantino ishte sekretari i përgjithshëm i UEFA-s, në një nga intervistat e tij pra të dokumentarët thoshte, FIFA ishte organizat kriminale. Tani ai është presidenti i FIFA-s. Në FIFA, presidentët që e zgjedhin atë janë pak a shumë të njëjtët. Besoj 90% të njëjtët. Do të thotë që këto gjëra nuk është se janë në Shqipëri, nuk është se ka në Shqipëri këtë punë. Këto gjëra kështu funksionojnë në pjesën më të madhe. Jo, po, s'ka pse ta revizojmë. Kështu që tani tu vitet e para u kalua me fjalinë që ka thonë UEFA, ka thonë FIFA. Tani, ka thonë UEFA, ka thonë FIFA, nuk beson më njeri, besoj. Jemi dakord me këtë mendim, se mjafton thua që presidenti i FIFA-s, kur nuk ishte presidenti i FIFA-s, por ishte sekretari i përgjithshëm i UEFA-s, deklaronte në një intervistë që FIFA është organizatë kriminale, do të thotë që një gjë e di ai. Tani, ajo që duhet të them është që ky është një sistem i cili është ndërtuar në një mënyrë të tillë që në asnjë rast për asnjë motiv nuk do ndryshoj më pronësi, më besoj për këtë gjë, sepse duket ta thash sigurisht. Përpiqu regjia, përpiqu pak për figurën, po në rregull tani, po. Po. Duket sikur ta them me humor, po ta them minimalisht dhe 7 mandat, pa as më të voglin ndryshim. Kjo është 100%, kështu që ky do jetë futbolli shqiptar, shpresojmë që më kollaj të shpresojmë që ky burri të ndrojë mendje të fillojë ta mësojë biçikletën, se sa ky burri të ndrohet. Nuk ndrohet, do jetë ky aty gjithmonë. Ta thash në fillim të emisionit, po ta rikthem prapë. Shpreha derisa vdekja të na ndaj është në kish kur njerëzit martohen,
kjo ka qenë që në 2001-shin, edhe realisht një nga miqtë e mi të afërt ka thënë që ju se dini se po hypi ke ky veni, ky s'ka përtik më kurrë. Ma ka thënë 2001-shin dhe është saktësisht, ai është miku që ma ka prezantuar presidentin aktual të Federatës Shqiptare të Futbollit. Kështu që ai ma ka thënë që ky burr po erdhi s'ka përtik më kurrë, ma ka thënë 2001-shin. Dhe kjo gjë kështu ndodh. Po më shumë sa siç i tha ai që vdiq kryetari i partisë i vjetrit Çishaj, që i tha atë krasës. Namik Hoti në kal. Namik Hoti i tha për Sali Berishën që po i pin kal nuk zbret kur. Pa vetëm po i vrave kalin tha. E ran dhe këtë pastaj. Po edhe ai e donte Namikun. Kjo Namikun tjetër. Këtë krasën. Ja Namikun krasën. Po ta them edhe një gjë të fundit o Yll. Për sa i përket futbollistëve, Shqipëria ka Dakun, ka Arber Hoxhën, ka Ismailin, janë 3 futbollistë që ja kemi marrë Kosovës dhe janë të 3 të krijuar nga kampionati i Kosovës. Po dëgjosh njëri Ismet Munishin është i trajner, i ka pas futbollistë këta. Ndërkohë që tu realisht pak trajner ka mundësi të mburren. Ishte Uzuni në fushë që ishte krijuar nga ne, edhe atë Enes Muçin i bën gjithë përpjekjet dhe Julian Sheu që realisht është ai superlojtar që ishte në mes fushë. Kështu që ajo që thot profesor Edi është me vërtet shumë e drejtë që ky nuk është suksesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, ky është suksesi i popullit shqiptar. Kjo skuadra është e krijuar nga populli shqiptar. Uroj shumë që këta njerëzit një ditë të binden që veç luftës për të shit bileta e për të menaxhu biletat e ndeshjeve, veç luftës kush vrapoi parë, siç thotë Ylli, për të dhënë intervistë para ndeshjeve, që do t'i shkurin flokët gjithëve, e në fund fare të qiven masi dështojnë. Në fund fare kur të mendojnë që t'i gënjejnë njerëzit duke thonë njërën 4 vjetë do bëjmë 100 fusha, edhe më duket më shumë se sa si titullat e filmit italian 100 vitrinat, që s'mbaron kur seria është këta unë që s'mbaron kur gënjeshtra. Të paktën të mendojnë një ditë që parat që krijojnë futbolli, se nuk është merit e tyre për parat që po krijojnë, është merit e futbollit. Të njëjtat parat që ka Shqipëria i ka edhe Maqedonia, i ka edhe Kosova, i ka edhe Letonia, dhe Lituania dhe Estonia. Nuk ka asnjë merit Federata e Futbollit për parat që krijon futbolli, se këto para i krijon produkti që krijon FIFA dhe UEFA. Nuk është merit e tyre, po këto para të mendojnë pak që këta trajnerët t'i japin ato licencat si patenta skafesh, e ke parasysh që marrin gjithë patent skafes, nuk din not, tani që këto patentat e trajnerit që t'i japin si patenta skafesh, do ishte mirë që ca para nga këto që fillojnë, sepse atë shkollën e trajnerëve të futbollit e kanë si biznes, jo më shumë se sa për të krijuar futboll, se marrin para për çdo njeri që me të drejtë për shkollimin e tyre, po të pak ca para nga këto t'i harxojnë, të piketojnë 3-4 studentë mirë, nxënës të mirë, trajnerë me perspektivë, e t'i çojnë nëpër botë, shkollohen, siç është bërë para 40 vjetësh kur trajnerët Neptun Bajko e çonin te Juventus apo në Itali Coverciano, apo trajnerë tjerë i çonin jashtë që të shkolloheshin. Ju lutem, ca para nga ato që jepin rrogat nga 700.000 euro, 1 milion euro, 1,5 milion euro në vit, trajnerëve bashkë me stafet e tyre, të huajve që vinë e ikin e harrohen e nuk lënë asnjë gjurmë. Harxojeni edhe për t'i bërë ca trajnerë të shkolluar, se kemi disa djemë talentuar, duke përfshirë ata Alba Mbushin që thotë ju, po ta çojnë ta shkollojnë, apo t'ia japin mundësi ta drejtojë edhe një herë profesionistë shqiptarë, mbasi do na japin ai rezultat. Se do ta dashuroj më shumë skuadrën se sa një trajner i huaj. Pastaj apo Orges Shein apo Bledi Shkëmbin apo disa nga djemtë e ri që janë hapat e para trajnerit. Paguajini ca para çojini të shkollohen në shkolla më të mira, se do na kthehet ky investim që të kemi dhe ne si shqiptar futbollistë të prodhojë dhe një futbollist të Korça, Erseka, Puka, Rësheni, Laçi e Korça. Në vendor, thoj, një vendor. Shako, të falenderoj shumë që të ndërpreve pak votimin dhe u futen në lidhje me ne. Forca Kosova. Uroj që të fitoj Kosova, vështirë, sepse ti e di tani që ata kanë futbollistë. Impossible is nothing, Yll. Kosova ka një super skuadër që ta dish. Tani e njeh shumë mirë. Ka një skuadër aq të mirë sa Zhegrova Stola, imagjinon do t'i këtë? Ti thua që mund të... Ja, i thot Zhegrova është në Stol se lumë ato Zabërgja i Dinamos tonë, po a i trajneri që ka Kosovë nuk është i trajneri jo që lërën e smuqin Stol. A i mere fut lojtarë... Shako, faleminderit shumë dhe inshallah ke këmbë të mbarë atje se kjo e drama kur veten për këto ka këmbë tërës. Po jo më burë, jo. Unë jam... Faleminderit. Ju përshëndet, zotë Ylli. Ajde, miru Quna pash. përshëndet edhe juve. Kalësh mirë. Tani, edhe ne të themi në një gjë tjetër, që mund të themi në një tjetër, po këtu thua çfarë duhesh? Po
Edhe kjo... Shiko, të dy ne kemi që gazetar sporti, Fileca të ande kemi, mos shiko nuk kemi një fare, profesor Leviri tha, bëm një ndeshje dinjitoze. Unë që kur kam fillu të kuptoj nga futbolli, e kam gjykot fjalin, kombëtarja bërë një ndeshje dinjitoze. Ma nëse se ai ka të etikën e... Po, gjithmonë pra tentativa e inferiorit. Po jo, punon në federatën... Spanjolle, po, Spanjolle, njëri rëndësishëm federatë, dhe ruan etikën në gjitha raste dhe ne unë përpoj gjajtë. Edhe këtu ka qenë sekretar. Por, edhe Kosova, njëti model si Shqipëria ka, edhe ajo me lojtarë kosovarë që janë rritur jashtë shumica e tyre. Dakor? Por ato kanë 10 vjetë që kanë kriju, këthemi kombëtarën, 2014 kanë fillu kombëtarën, 10 vjetë, 12 vjetë që bëjmë futboll. Ndërkohë, ne kemi modelin tjetër, është Maqedonia Veriut, këtu afër. Është e njëjta mënyrë përfaqësimi si kombëtarja shqiptare. Ata e bëjmë me lojtarë të rritur atje në Maqedoninë e Veriut. Dakor? Shumë pak prej tyre luajnë jashtë dhe kthehen për ekipin kombëtar. Sepse ka ndodhur që është zgjeruar futbolli, nuk garojnë më grupe me 7-8 skuadra që nuk do kishe kur shansin të përfaqësoheshin në Europian apo tentoje play-offin. Është modeli futbollit, janë rritur përfaqësimet 24 në Europian, 48 botror që të krijon mundësinë që kombëtarja shqiptare të tentojë këto momente. Por prap në fund të ditës është kombëtare e krijuar nga futbollistë të lindur jashtë, të trajnuar jashtë, të stërvitur jashtë, që vinë këtu dhe ngren karizmën kombëtare. E kanë ngritur tifozët kuqezi. Lojtarët shqiptarë të ardhur nga shqiptarët e Kosovës. Ata e kanë krijuar këtë kombëtaren me të cilën nga mëngjesi në darkë mburret ai sekti Duka. Mburret televizionet që e mbështesin nga mbrapa dhe krijojnë histori suksesi, ndërkohë që realiteti i futbollit shqiptar është komplet e kundërta me atë që bën kombëtari. Edhe një pyetje fundi kam unë, Duka, biletat që shiten për këtë radhë për Poloninë, i nxirrin disa agjenci, unë kam regjistruar edhe një herë, gazetarët e mi kërkuan. E kërkuan thjesht për arsye pune që të transmetonin, po nuk është nevoja. Biletat ishin 350 euro, ma zgaboj, Rajan, sa e keti atë, ndoshta se futin, po, dhe ndërkohë këto e biletat 25 euroshe, gjithsej. Kuj gjenë këto agjensi këto bileta? Yllim, kjo është një, nuk është sot, kjo është një... E vjetër, po, unë mora kësë për kontekst... E ardhë në bas 2002-shit, Bas 2002? Bas, në kohën që erdi presidenti jetë gjatë që kemi dhe sot. Aty filloj. Ne do të kemi objekte dhe për problemet e tikat e tjera. Agjensit kanë pas se cila biletat e tyre dhe bonin ofertën. T'ju qojmë Polonit, flini një natë, shifni Varshavën, kombëtaren dhe të ktheni. Do më thonë, paketa ishte përcaktuar që në fillim, se cila nga agjensit kishte numrin e sajt biletave. Të fiksuara, që s'duhet i kishte pra, se duhet ishte e hapur për gjithë mundësia për të marrë një bilet. Tani, një nga mënyrat që ka përdorur federata, shpikërisht mënyra se si ajo i trajton biletat. Një pjesë të njerëzve të afërt, përfshi dhe kolegët tanë, ata u japin bileta. Si ta sheu dërgon mesazhe 10-15 shkrimet ditën, si ka mundësi që i shkruan kaq me shpejtësi. Popullata i lexon në fakt, me thënë drejtën, me një pjesë ja botoj me gjitha, po dërgon vazhdimisht 10-15 ditën shkruan. Biletat ylli përdoren edhe për të joshur, edhe po të qikosh të kulluat, e ke pa që edhe spaku që s'kishte lidhje me futbolin, i kem tribunën VIP, edhe në ndeshje që bileta me çmim zyrtar është 500 euro. Gëpton të shkoj çmimi zyrtar të Shqipëria 500 euro? Unë kam qenë në ndeshje në Beograd. Çmimet më të shtrenjta që po, mos e pa më gjithë çmimet të tilla të ndeshjes kombëtare kudo, në shtetin më të pasur të botës nuk gjen këto çmime. Po transmetimet si bën televizioni publik, kush i bën transmetimet? Jo, i bën televizioni Klan dhe Digital. Klani, për publikun, pra sa aty transmetimi free e ka Klani, kurse për publikun jashtë, për shembull, unë isha jashtë dhe me aparatet që kisha, unë mund të shikoja Italinë, e transmeton dhe televizioni publik, por nuk shikon do të Shqipërinë sepse del një drejt autori. Që do me thënë, edhe kjo është një shitje shumë e ndyrë. Atere, Ylli, te biletat, se ishim te biletat, qa ndodh me biletat? Jemi shkurt pak, qa ndodh me biletat? Po të marrë rasin, ne inauguronim stadiumin Elbasanit dhe kishim ndeshje me Danimarkën. Dhe biletat ishin 180.000 lekë. Ndërkohë, në Beograd, në 2014 në ndeshje. Bileta me shtrenjtë stadium ishte 9 euro të VIP-i dhe bileta ma sporte ishte 2 euro. Pra, jo se s'kish kërkes,
Ati kishe kërkesë për 100.000 veta në stadium. Qartë. Por ata vendosin një çmim, domethënë i cili është në varësi edhe të jetesës, edhe të mundësisë që kanë tifozë për të ofruar çdo lloj tifozi. Ne në Shqipëri i shpëtoi goja njëri nga zyrtarët e federatës dikur dhe tha, futbolli tha nuk është për të varfrit, tha, është për të pasurit. Pra ne çojmë çmimin shtrenjtë, sepse do vinë ata që kanë lek. Ndërkohë, po bëjnë thirrje, kanë 2 ditë për ndeshjen e Ukrainës. Kanë shitur bileta gjë, baldi t'japi dhe falas tani shko. Sepse ndeshjen po të marrë dhe ajo është për të fshirë me nderën. po t'jap rastin e fundit në kampionatin evropian, biletat ylli mbas sporte për tifozët tanë kanë qenë në çmime 30 euro, 40 euro, 50 euro. E di se janë shitur këtu nëpërmjet agjencive. Dhe këto i shesin se agjencia është e prirur se atë punë ka është biznesi vet. Por edhe agjencisë vet nuk ja japin me çmimin që është real që ka ndeshja. Agjencia i ble ato bileta, i ble nga këta që i kanë aksesin dhe i shesin. Prandaj thot agjencia 1.000 euro të shkosh në Varshavë, shofësh ndeshjen dhe të kthesh. Ndeshjet tona në kampionatin evropian ishin nga 800 euro deri 1.000 euro mbas sporte, nuk po them vendet e mira në stadium. Pra edhe me këtë bëj biznesi ulli. Biznes me lojtarët, biznes me biletat. Domthonjë çdo gjë ku mund të përfitohet diçka, është kthyer në biznes. Duke kontrolluar dhe median, sidomos median, çfarë kanë bërë? Kanë bërë që ti nuk e zëra kundër, dhe prandaj përfundojnë gjykata atje me 4 vjet, e 5 vjet, sepse gjithë të tjerët, çka ka bërë ai? Mo them vetëm shiko panelet sportive në fundjavë, për që flasim për kampionatin e Shqipërisë. Ylli në çdo panel ke një arbitër që është i federatës, zyrtari i federatës. Mos ke bërë një regjistrim në televizion tjetër ti sot? I cili mbulo, nuk e di se mund të kemë bërë para 2 javësh. Do të kesh bërë regjistrim përpara se të thonë del në 2 vende ky son. Unë dalë në 3 njëkohësisht, dalë në 2. Se ora 10 ka kaluar. E ka kaluar ora 10. Tani, pra ky Jo si ja 2 që ja 2. Kjo është gjëja tjetër, po pra është e regjistruar. Regjistruar, po. Kjo pra Po kita din që jetë ne Ose di asun, po. regjistruar. S'ka më jap. Ore ta din për të ne se Live këtu pra, je live. po ma dërgojnë mua. ku jam. Nuk doan ta futin ty më, si më futin mua po. Krimi organizuar Live është këtu. Metoda që fshihemi. Live është këtu. Fshihemi ylli. Se krimi organizuar i ka këto fshihet, kamuflohet. Dhe e fundit ta mbyll me FSHF, me Federatën Shqiptare të Futbollit, sepse vërtet po të kishin fituar këtë ndeshje, unë një kolegu tënd që ishte këtu dje, i thash po të kishin fituar me Polonin, ti do na kafshoje nga veshët ne, s'na alije. Se thoshim, pse sulmoni ju Silvinion tani? Po. Pse ju? Do të ishte hero i popullit shqiptar. Çfarë keni ju me Silvinion? Ndërkohë, objektivi që kishte presidenti dhe federata, ishte do shkojmë kampionat botror. Nuk shkojmë kampionat botror. Dhe ky quhet dështim, se ne nuk kemi më një skuadër, të cilët kemi shkuar 2 herë kampionat evropian. E Maqedonia që përmendi Andi, shkojmë kampionat evropian, pa di me çfarë trajneri ka shkuar ylli? Me trajner Maqedonos. Shkoj me trajnerin e vet. Slovenia shkoj me trajnerin e vet. Sigurisht me. Kurse ne bëjmë të kundërtën. Ne kemi jo se s'ka Shqipëria, Besnik Hasi për shembull, për marrë emër, është nga më të mirët. Nuk marrim një trajner vendas sepse që nga dita që ka ardhur Dervishi shpjegoi mjaft mirë atë. Do të jetë gjithmonë një trajner i huaj. Është gjithmonë një trajner i huaj që shpesh nuk ka lidhje dhe nuk është trajner. Shpesh ai ikën nga Shqipëria. Edhe pse Silvinio pati në sezonin e parë pati sukses, pati shumë. Luan letra ose domino siç tha Hoxha. Po nga ty e mbrapa. Duart të shikues për këtë pjesën e kaq kishim, tani do kalojmë në probleme që besoj janë mjaft rëndësishme, është doktori ka shpallur në PD 4 gra armike, dolën gra të reja, jo gra s'kishim parë ndonjë gra armike në Partinë Demokratike, po një nga ty ka burra në përgjithësi, edhe tani gra kanë dalë gra armike. Gratë 2 gra unë i kam këtu, do vinë 2 armike këtu, dhe pastaj do të vijojmë me edhe në Bashkinë e Tiranës kemi zhvillime. Ikën njerion aty, njerion tjetër kërkon të vi, edhe emri duhet jetë i njëjtë, e kupton? Edhe do të flasim sigurisht për luftën në pjesën tjetër. Publicitet shkurt dhe kthehemi.